në referimet tuaja? Yes, I of course case the former mayor of Tirana. Sigurisht, ne jemi përqendruar tek çështja e ish-kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Dhe se si u shpalos. Ai supozohet se paguante gazetarët që të raportonin në favor të tij. Mendoj se kjo është vetëm maja e icebergut. Ne mund të shohim tek të dhënat tona për Shqipërinë, në bazë të cilit hartohet indeksi, në bazë të vetësorit. Korrupsioni i gazetarëve përbën problem. Ose ka disa media, apo ka disa gazetarë, sepse nuk po flas në përgjithësi, ka nga ata të cilët i shkelin standardet profesionale. Në disa raste, ata nuk i respektojnë ose i kanë shumë të ulta këto standarde. Do të ishte mirë për qeverinë dhe për autoritetet të inkurajonin vetë-rregullimin dhe të merrnin masa për të përmirësuar etikën gazetareske. Për shembull, ne propozuam për median e cila miraton dhe aplikon standarde ndërkombëtare të ketë disa përfitime ekonomike. Kjo është një mënyrë për të vepruar, ose sikurse e thash edhe më herët, do të kemi nevojë për më tepër transparencë, jo vetëm për financimin e medias, jo vetëm për marrëdhëniet mes medias dhe qeverisë, apo për pronësinë e medias, por edhe për konfliktin e interesit. Pra në qoftë se pronarët e mediave kanë konflikt e interesi, duhet ta deklarojnë këtë, në mënyrë që të shmangen presionet mbi gazetarët dhe vetë censurimi. Dhe gjithë publiku mund të shohë se cilat janë këto marrëdhënie. Megjithatë duhet të them se Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm për këtë dhe do të ishte shumë mirë që Shqipëria të merrte masa. Thënë këtë, pikërisht këtë që ju përmendët tani në fund. Pra, duke pasur edhe parasysh faktin që çështja e lirisë së medias, lirisë së shtypit është një nga kushtet themelore në përparimin, avancimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sipas jush, sa larg është Shqipëria në situatën ku ndodhet liria e shtypit dhe medias? Well, the index clearly shows Indeksi e tregon qartësisht se Shqipëria qëndron në fund të zonës së BE-s dhe Ballkanit. Është poshtë të gjitha vendeve të BE-s në këtë këndvështrim. Shqipëria nuk është gati të antarësohet në BE. Nuk po them që nuk duhet të antarësohet. Shqipëria e ka vendin e vet në BE, por duhet të plotësojë disa kushte. Unë e di që ka nisur dialogu për lirinë e shtypit mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në kontekstin e integrimit në BE. Ne, si Reporter pa kufi dhe Këshilli Kombëtar Shqiptar i gazetarëve ka kontribuar në këtë dialog. Para një viti e gjysmë ne publikuam një propozim të detajuar të situatës, masave që duhet të përmirësohen, referuar situatës politike, pavarësisë së transmetuesve, sigurisë së gazetarëve, transparencës së medias. Gjithçka që diskutuam, ne e kemi paraqitur me zgjedhje specifike. Dhe i referohemi këtu legjislacionit të Bashkimit Evropian ose disa standardeve të Këshillit të Evropës. Ky ishte kontributi ynë për integrimin e Shqipërisë në BE dhe se çfarë duhet të bëjë për të plotësuar këto kushte. We could see some progress. Mund të shohim një progres për sa i përket dekriminalizimit të shpifjes, por mbaron këtu. Për çështjet e tjera nuk ka pasur progres. Dhe kjo reflektohet pastaj tek renditja e Shqipërisë në indeksin tonë. Dhe tani prej shumë vitesh Shqipëria
merr shumë pak pikë nga 100 pikë të plota. E duke pasur parasysh profesionalizmin tuaj, vitet e përvojës dhe gjithçka, në pyetjen e fundit do të referohem pikërisht tek një opinioni juaj apo analizë pa dashur t'ju bëj të përsërisni asgjë çfarë thatë, ka qenë gjithçka në fakt shtruese, duhet thënë, pikat që keni përmendur. Situata ku ka mbritur liria e medias në Shqipëri për hir të së vërtetës nuk ka ndodhur sot, nuk ka ndodhur në një vit të vetëm, pra qartazi është dashur një kohë e caktuar, është krijuar hap pas hapi nga qeveria shqiptare dhe nga aktorë të tjerë që ushtrojnë pushtet, duke bërë që problemi të bëhet gjithmonë më i madh. Qartazi për atë po flasim. Sa e vështirë është tani sipas jush që të ndryshojë situata ku ndodhen gazetarët dhe raporti i lirisë së medias në Shqipëri? Po pyes sinqerisht. Yeah, I think it's very difficult and Po them se është shumë e vështirë.